më shpejt se më i shpejti me 4G+. Vodafone, power to you. Mirë se erdhët, përshëndetje. Jemi këtu, unë në Rudizmo, miqtan Vodafone, jemi gjithë tani sa po keni hapur televizorin, apo çrën si kanë, nëse se keni hapur tani edhe po bëni zapping, daloni këtu sepse kemi pafund për të thënë, kemi pafund të reja. Çka ke ti, pse e mërzit? Pse e bo jerm? Pse e bo dhe? Çka ke? I thash sot Kujt më? babit i thash, Çka i them? po kemi të tuar i thash në kështu i thash, çam tham. Po ti s'flet me babin. Një nxënëse të mirë, me mesazhe më? Me mesazh. Një nxënëse të mirë i thash, çu absolute me 10. Ta dha një mrapç. Edhe më tha, Ere, fol, drejt. Ç'a tha? më tha që nuk e them dot. Pse? Ishte aq e rënd. Të shajti? Qa tha? Na, se u mek, na, pipa kuj. Pipa kuj. Na se u mek, pipa kuj. Haj, mos bëj kështu s'ka gjo, edhe ti nxon si mje ke qenë. Po prap, po kur isha 18 vjeç, Mje ke qenë ti në kurs. klasën e parë, Po pra, po mirë s'ka gjo tashi, më mirë vonë se kur. po unë pse nuk mësoja. Po tashi, si s'te s'toshe. Po ti Më s'deshe tha ai kur vetër, vin ti s'deshe vetë. vend zoti Hanas buburrecat, jo qend, Po ti qend jo. s'deshe vetë, se deshe ti e. Doja unë, Po mos e thuj pa që deshe. ë? Ti s'deshe vetë, se ti deshe, s'deshe. Po pse nuk doja? Po se kishe prioritetet tjera në atë mosh. Çfarë kështu po? Po ngacmohen shoqet. Ë? Ngacmohen shoqet. Është më mirë ngacmohen Po shoqet. ato pse s'ka thonë. Pa mime tash s'ka gjo, kanë qenë qorre, nuk qifshin. Nuk qif, Ka mos njerëz se kuptoj për shembull. mos e shifte. Pse s'mësojnë kur duhet mësuar? Si, Është pyetje shumë filozofike. sepse Je në nuk, moshë sepse nuk je koshient për ditur vlerën e studimit në atë moment. Nuk e Po di pse disa të tjerë bëjnë? Po të lexojmë një histori në klasë 5, do kem punë të mirë mas 30 vjetësh. Kupton, A nuk nuk e është di. budallik për shembull kjo? Ti thot fillojmë studim nga 20 vjeç kur ta kuptojmë. Pikërisht. E drejtë është, faktikisht Në nuk çfarë do njeriu bëjmë deri 18 20 vjeç. vjeç është shkot pa lidhje, është adoleshent, kalon ka ca faza tranzicioni kështu të trupit dhe mendjes së tij hormonale. Si Shqipëria? Je mirë e bukur. Jo mos çdo po. Shqipëria. Çdo vend botës. Po. Ju edhe një 12 vjeç, 13 vjeç, kur 14 vjeç shef shumë ndryshime në sjelljen e në trupin tënd. Ishe duke fol me sot hall, pastaj merr zëri jot që fillon trashe dhe ke ca si lulbasha. Hajde! Unë të thash, o ma, nuk dohet mësoj. Vlerat! Si buri zizi. Edhe femra, po ta mendosh, janë fara, vockla, fill, kështu, pastaj vjen tjetra. Kthesh pas një jave në lagje për shembull, shef tjetrën. Duk edhe të lyer për shembull, si kalove lal. Kupton, ka shumë ndryshime, nuk e kuptoj pse pikërisht këtë fazë ka i bukur të adoleshentë. Do t'jesh në shkollë. Duhet të mbyllesh dhe të mësosh. Po mi çfarë të bëjmë me qëra fjala? Njeriu duhet të jetojë, të eksplorojë, të njohë veten, të kuptojë çfarë kërkon. Të ekzistojnë kurse të ndryshme për shembull që ti të njohësh trupin dhe jetën. Të bësh clubbing, zapping, traveling. Trupin dhe shëndetin. Trupin? A për sa bukur? Po, sa po. Absolutisht, se ke trupin që ka formë. Nëse. Dashur miq, këto janë reflektimet e një 27 vjeçari të shkruar që kur ka kompromentimet me të Hajde gomara. E vërtet. Shpesë e vërtet. Dhe kur themi gomar në të gjitha drejtimet, Juli e ka nga eksperjenca e tij diçka të tillë. Dashur miq, Leporushat e gjyshit. mos fol për vete Juli tani, një herë flet për gomarin, një herë për leporusin, cip gomari leporusi, veshët një lloj kemi, po ta mendos. Tash duhet thënë që Adel, përveç budallikëve që flasim ne, Këngëtarja. Adelina Gjyshejnë, Adel këngëtarja, po Adel këtë vjen, për Adelin që ka qenë Big Brother, ishte dashur e Bjornit. Bjordi çka ka ai? Bjorni apo Bjordi ka ai? Bjordi. Çëncika. Tamam. Adel këngëtarja. Adel këngëtarja. Po. Në këtë moment. Për mendimin tim këngëtar më mirë femër në botë. Nuk pyeti. E dhash mendimin tim, Shëncika. E dhash mendimin tim pra. Këngëtarja Adel pra ka arritur të jetë në kuotën e diku 70 milion views brenda vetëm 3 ditëve. Pra kur e postoi këngën Hello dhe kur kjo këngë po fyen çdo lloj rekordi për sa i përket shikueshmërisë, por kjo nuk do të qëndrojë kështu.
Shkëngëtarë Kanë mirë. filluar shqetësohen shumë këngëtarë shqiptarë të cilët janë këto shifra. Pse po i marrin klikimet të? Janë këto shifra, po absolutisht ka frikë. Ishte boll, dhe mandi një shtu, ishe Mandi nxi një nga shtu. turpi, ishe nxi. Ç'ishte ishte bërë? Ishe boj nga turpi, kishe ik ngjyra. Okej, ikim me hello. 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 Tu gjithkohës me miq tanë Vodafone, power to you, power to you 4G plus. Power to you do thonit në Mosk, 4G plus pafund oferta shërbime, pa limit, hapen, pa sa limit shpejt. interneti. Ai nuk e ka shtyp akoma atë dhe është hap faqja e Shpejt gjithë fjalë. këto me Vodafone. Absolutisht Ka edhe filluar ne më poston foto dhe pa dashur. Ta postoj mos ta postoj, poston 4G plus. biles edhe kur do të bësh foto, kur je keq nuk e bë foton. Special. Përveç kësajt ne si Med kemi edhe ne ofertat dhe shërbimet tona. Një ndër këto do jetë një super aktivitet, rikthehen Med Hip Hop District Parties. Ditën e njëjtë tek Foli Terras do jenë Angie Sidi, DJ Marshall Jungle, do jetë muziki dhe shumë surpriza tjerë. Si do bëheni pjesë? Ju do bëheni pjesë 100 djegësit tanë më të mirë pas një quizi ose nuk e di se si do zgjidhen, por çon si ka, do e merrni vesh pak më vonë në Facebook, do bëheni pjesë e partit dhe pastaj do ketë pafund surpriza atje. Për gjithë ata që janë në moshë, sigurisht do të shërbehet edhe qumësht. Absolutisht, byrek me qumësht, gjizë. Shesh me qumësht. Po. Okej, ikim tek tema që kemi zgjedhur për sot. Ju pyesim, në fakt, një tip parë që dëgjojmë shpesh, që vlerësojnë shumë femrat tek meshkujt, është fakti që pëlqejnë meshkujt që kanë humor. Që tregojnë Barceleta. Që kanë humor, po si se thua Barceleta nuk është humor, është kesh memorie të mirë. Dhe femrat përgjithësi e pëlqejnë diçka të tillë dhe prononcohen në lidhje me këtë. Lesë mua më ndodh shpesh që thonë që pas ke humor. Normalisht jam i bukur i them. Sigurisht. Pyesim nëse a janë domethënë meshkujt të tërhequr nga femrat që kanë humor. Kundërta. Po, do ishte. A të rriqesh ti me atë? Po, do ishte më interesant. Do ishte shumë interesante që një femër të bënte humor. Të rriqesh. Po pra. Të pëlqejnë femrat. Po, normale, është më interesante se një femër që s'bën humor. Por cili është i pari që vlerëson më shumë tek një femër? Syt. You don't understand that my class is Apo bigger klas? than my ass and my money's like my French. It's next to perfect. Femër e bukur. Ti të rriqesh nga Bleona? That my Normal. lips are really meant to kiss Absolutisht. and my Edhe ajo të rriqesh. side resists what Do të rriqesh i mirë. Do të rriqesh me kafë. nas me my lips. Ti ta lypse. Tashi. S'kam klas. As e klas. Fort Focus kam. Çaj Por, klasi, kisha diçka çaj tjetër. klasi o zotri. Çfarë? Mos çaj këtë e klas, ku njeh E e klasi klas. fundit i 2015 Ah, jo. po pra, kështu po. Pas. Nëse ju komentonin me Albania në Facebook, do të vazhdoj me The Game, Patreon, Patterson, How It's Up. Po këto janë zi me grushta këto janë. The Game me 50 Cent. Qa merresh në mua dhe kalam. Okej. Ato janë motra. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Bë! Shop. Psho. Los geht's! Është ai momenti në bokse kur lidhen atë Shumë goma. Sham sot për vendështë. E ke Superman, që? Po, Është këngë e vjetër. po këtë i vinin Schumacherit, pasi ra me Ah. skia atje i vun këtë në maksimum e shkundën fare. Ta asnjë ku gjë. qua, ju zgju. Jo, s'u zgjua drejt as me këtë. Nese Si nisim pa shpresë. gjuna. E nisim me fituesin e kampionatit Formula 1. Hamiltoni nuk është se ka një lajm këtu, nëse ikim, s'ka Se bën çfarë problemi fare. ke ti me Hamiltonin? Nuk ka lidhje fare me, nuk është piloti, bravo, e përshëndesim Hamiltonin, nuk e meriton Hamiltoni, por tash ka shumë makinën e mirë. Edhe jashtëzakonisht me diferencë shumë të madhe me makinat e tjera, kështu që është më e thjeshtë për ta fituar. Do thosh ti dakord dhe Vettel e kishte në atë kohë, po dakord, Vettel kishte më shumë konkurrencë me Hajde monolog, hajde. kishte konkurrencë me Weberin, nëse qenë si ka Mora të super vesh tani super çfarë. gar. Edhe nga përfundimi është që Vettel. Hamiltoni tani ka makinë të mirë. Po, Nuk e kanë të tjerët. Po edhe kur fitonte Vetteli e kishte makinën më të mirë. kishte më shumë konkurrencë. Po, kishte më shumë konkurrencë. Edhe kur ishte Schumacher kishte makinën më të mirë, se kur shkoi në një makinë tjetër Schumacher bëri një më të madhe. Me kë? Nëse Me kë bëri më të madhe? u rikthye një herë U Schumacher. rikthye 40 vjeç dhe nuk bëri një më të madhe. 40 Ke ai gabim. nuk bëri gar me vrap. Me makinë bëri. Po, pra, po. Nuk është se ndryshon ndonjë gjë e madhe. Nëse- Nëse makina është ka treguar që makina bota, spektakli, show, gara, sporti, quhet si duash,
e Formula 1 apo e MotoGP-s që mjeti është një nga gjërat më të rëndësishme. Nuk mund të vraposh si dak, mjeti dak. Mjeti. A ke mjet? Mjet, po A si kena ta them? lëvizje me mjet? Si ta them? Automjeti. Ato që mjetoja. Automjeti po. Po pra mirë the, Po. po është shpreha që përdorin Ah, çuna. okay. Nëse- Dagu, me çfarë do ikim pak? Nëse, Se kështu me që- mjetin ti. Kështu që përtej dashurisë që ke për Vettel apo për gjermanët në përgjithësi, që edhe zdruktar të jetë ai po qetë gjerman, ti mund të kesh Është i talentum. një predispozit Është i talentum. të tillë, nuk e kuptoj si mund të Është i kesh. talentum. Gjunafi është shqiptar, Është i njëherë kur e mendoj. Nuk vjen keq. Ë, Tani flasim pak për po, futboll. Fitoi Hamilton, Fitoi Hamilton. Marrë. duar drokitje për Hamilton. 3 herë kampion bote Hamilton. Po shumë mirë. Kalim pak tek futbolli. Vettel edhe një herë tregoi që është vetëm makina e mirë që ka përfituar sepse Jo, është mbaruar. Vettel ka 4 kampionate. kështu. Bravo, do ta kapi Hamiltoni tani. Tani flasim pak për futboll, flasim në kampionatin Vendas. Si ishte titulli bie Skënderbeu. Bie Skënderbeu. Bie Skënderbeu. Skënderbeu ka 600 vjet që ka rënë. Po, Partizani Skënderbeu, një ndeshje e bukur, nuk e pash personalisht, pash vetëm golin e Salit. Sali ditë bëj gol vetëm me Rofeshat. Absolutisht. Asnjë mënyrë tjetër. Vetëm spektakël bënai se spektakël, pastaj ja ktheu Partizani momentalisht në vend të parë. Ti e pendeshin jo. Po. E pes si tu duk si neshe, niveli mirë. Duke i qartazi që ekipi më i mirë në fushë ishte Skënderbeu, por një ndeshje përgatitur mjaft mirë taktikisht. Ishte episodike fitoria. Çuditërisht. Po mund të ishte shumë bukur edhe 2-2. Okej. Ati shtyll, Latifi e kështu me radhë. Pra ekipi më i mirë duke qartësisht që ishte Skënderbeu në fushën e lojës. Me shumë grind dhe dëshirë. Duhet thënë taktikisht mirë Partizani, ishte vendosur mjaft mirë në mbrojtje. Ka marru Converciano në Sula. Tjetër, Sula ka filluar kështu me Catenaccio. Tashi Çfarë them unë? Nëse, bravo Partizani dhe kryet klasifimit. Shkojmë në Itali. shkojmë në Itali. Juventus fiton. Juventus i fiton 2-0. Milan fiton 2-1. 2-1 me Sassuolon, kthyen mallkimin, kishin shumë vite që griheshin Dru nga nga Sassuolo. Sassuolo, Interi Interi prap barazon. fiton, u bë 4 javë që fitojnë, Interi boni 5 fitore apo jo, edhe 4 asnjë fitore. Jo, fitore është marrë dhe Barazim Palermo. Ja, mos e bëj kaq shumë, ekip dobët Interin. Do të thonë ato shkuan për të fitu, po nëse Napoli fiton, ndeshje që Napoli fiton dhe 0-1 ndeshje në Kiev. e bukur ishte Roma me Fiorentinën, fiton Roma. Atëherë, nga kjo javë të kampionatit italian, përmbledhja është që unë ndoqa të gjitha ndeshjet e kampionatit italian, pash si Milanin, si Juven, si, domethënë, shif njëherë tjetër. Milani është skandal, Interi nuk e ka stofën për të base jo për të qenë as në treshet kampionatit. A do rikthehet Juventus? Juventus absolutisht do të jetë në treshe. Tash kush e fiton diskutimet? I gjithë diskutimi është Napoli apo Roma? 4 ekipet më të mira në këtë kampionat janë Roma, Napoli, Juventus dhe Fiorentina. Këto do të hanë, do të garojnë. Interi nuk shoh asnjë lloj kualiteti. Edhe fitoret që mori ishin episod 2. Çfarë? Një ekip që krijon mesatarisht 3 raste për gol në çdo ndeshje. Ai shumë i kanë. Ndërkohë, Napoli mbrëm në darkë, dhe po ma vërteton dita ditës, Napoli mbrëm në darkë, je pash me Kievon, në një fushë të vështirë siç ajo e Kievos, mund të ketë bërë futet 8 raste të pastra shënimi, pavarësisht se shkoi vetëm një. Janë të jashtëzakonshëm, ekipi më i mirë në Itali. Okej, kalojmë në Serie B, Ternana Salernitana. Në Gjermani, pak a shumë e njëjta gjë, si thua Seria B dhe Gjermani, është e njëjta gjë. Bayerni, një Bayern atje që fiton 4-0, bën fitoren e 1-0 në Bundesliga dhe në Bayerni 5000 litra birr falas. Është shpërndar atje se tash çfarë do bëjnë ato 70 mijë. Are. Ne hajm hashure këtu ato pin birr. Ndeshje kishte fare për të diskutuar. 4-0, trajneri Këllin kishte thënë, kisha shkruajtur një letër urimi për fitoren e 1-0, po mendova t'ia dërgoja javës tjetër. Po jo, na grim urime, bravo. Lajme të tjera do të fitoj Bayern, si thua që sot lindi një ditë e re. Më e diskutueshme për momentin është a do rinovoj Guardiola apo jo. Flitet që do vi Ancelotti flitet do marri Belin e tjerë. Nëse shpresoj të nuk i hyj aq them. Bayern do të thënë që Bayern është paktën Kështu tregon gjithmonë kampionatin gjerman, që është ekipi perfekt, në mënyra se si luan është jashtëzakonshme. Kema beti nga prilli, nga maj, se çfarë nova atë. Atje se çfarë kanë atë sezon, por të paktën mënyra se si luan futboll është një argëtim vete.
nuk ka pasur një Bayern apo ekip gjerman më të bukur se ç'është ky Bayern këto kohë, paktën në efekt. Edhe ky si vjeç nëse do të ketë mungesa, kam përshtypjen që është favoriti absolut për të fituar në Champions League. Pak në Fiton Dortmundi, fitojnë të tjerat, 10 pikë diferencë Dortmundi nga vendi i parë, që ka në Premier League. Premier League Chelsea fiton prap. Kush? 0-0 Manchester City, Manchester City, Manchester United. Rojo futi në xhep dhe po dënohet nga Federata Angleze se ka futur në xhep Kevin De Bruyne. E vrau. E futi në xhep, nuk bëri asgjë Kevin De Bruyne. Kishte dy mungesa shumë të rëndësishme si Aguero dhe David Silva Manchester City, por një ndeshje që nuk pati shumë raste të çuditshme. Të dyja ekipet u ruajtën shumë për mos pësuar. Chelsea fiton prap. Mourinho kishte bërë gazetarë presion, shikoj, ka thonë nuk s'do bë më interesant për ju. Ishin mërzit gazetarët me çfarë do i mushin gazetat. Nëse nuk e di kur do shkarkojnë, se kështu not gjithmonë kur shkon ai ke Chelsea. Kaq për sa i përket Arsenali fiton prap dhe shkon në krye të klasifikimit. Në krye të klasifikimit të Arsenalit me 22 pikë. Në Spanjë Real Madridit fiton. Barcelona fiton me Eibarin, shënon Eibari i pari, pastaj ja kthen Barcelona. 3 golësh Luis Suarez, nëse këto ishin Atletico Madrid gjithashtu merr një fitore. Dihet që do të luftohet midis 3 ekipeve më të fuqishme në Spanjë, sikurse do të po luftohet çuditërisht dhe është shumë surprizë, po luftohet me Arsenal dhe City, ndërkohë që Chelsea ka dalë nga gara. Chelsea i shpallur kampion vetëm një vit më parë. Kjo është pjesa më e çuditshme. Capital T, Gent Fatali, Mond Problemi, Lenz Archivoli, çka don ajo? Ka lezet pra kjo është fryma e bashkëpunimit, biznesi me shtetin në të mirë të konsumatorit, qytetarit, është një frymë pozitive, është vetëm reforma. Ja ta them shkurt fare, Shqipëria do të ketë së shpejti një ligj të sigurisë publike, që do thotë shteti kërkon nga gjithë bizneset që kanë të ardhura fitime mbi 10 milion lek në vit, që të vendosin kamera sigurie, pra çdo biznes, dhe të bashkëpunoj me shtetin. Neni 8 të këtij ligji thuhet administratorët e ndërtesave të banimit marrin masa shtesë sigurie, duke bashkëpunuar me policinë e shtetit, nisur nga vlerësimi i rrezikut që konstatohet në urbanistikën e pallatit, parkimit, depozitës ujit, personat me precedent kriminal, banor apo qiramarrës. Pra, duke vendosur ti kamera çdo vend, do jesh më i sigurt, do jesh më i mbikëqyrur. Kaq e thjeshtë, është diçka shumë e mirë. Big Brother? Ku Big Brother? Dhe spektakël. Për bizneset që bëjnë 10 milion lek xhiro apo që fitojnë 10 milion lek. Ka një diferencë madhe. Që fitojnë. Ku e dallon dot? Ku e shef që bën 10 milion lek? Nga deklarimet. Nga deklarimet. Po pse për çfarë kuponat? Se ti mendon që ka evazion. Nuk deklarohet. Unë them që vetëm ja 2-3 bizneset bëjnë 10 milion lek. Shiko, tash e para punës njerë, sa i përket kësaj, gjithë bizneset që bëjnë shumë xhiro e kanë vetë kamerat. Nuk është nevoja ti thush ti, se normali, domethënë. Tani këto i duan që të jenë brenda ambienteve të biznesit apo edhe jashtë ambienteve? Gjitha në erotizmo. Edhe në banjo. Edhe në banjo do vesh, mren. Ore, çe duhet banjon unë më burr? Ore, e ke pa filmin me Toni, me atë... Po, me Toni Crossin. Me Toni Montanën ti që fut ke banjo me pistoletën e vret ai. Tani kërkon që ta kuptojmë, bizneseve, kërkon që të vendosin kamera dhe jashtë bizneseve? Po. Në hyrje, në rrugë, në kështu? Në të gjitha, po, të mbikëqyrën ambient publike. Që më fal, ma përsërit edhe një herë, për shkak të infrastrukturës së keqe? Jo, pra jo. Ma thuaj edhe një. Në nitet i këtij ligji, administratorët e ndërtesave të banimit, pra këto të pallatit, marrin masa shtesë sigurie, thot, duke bashkëpunuar me policinë e shtetit, nisur nga vlerësimi i rrezikut që konstatohet në urbanistikën e pallatit, parkimit, depozitave ujit, personat me precedent kriminal, banor apo qiramarrës. Do të thonë do ketë agent që do të vinë të bëjnë analizën e pallatit dhe të nxjerrin që s'ka një urbanistik të dobët. Absolutisht do të vënë kamera, edhe bizneset gjitha për të ndihmuar policinë, që ti shikohet komplet kush është, kur ti që je i dënuar, të ndiqesh, ditë ku ke shtëpinë, ku shkon, ku e pi kafen, si qyshtek, kalon nga kamera e llotës, kalon ke kamera furrit bukës, bashkëpunon furrit bukës me llotën me shtetin, edhe ti je mbikëqyrur gjithkohës. Është sa bukur. O Sabri, pa shikoj që këtë kamera jote më, kaloj gjinusja ime. Kaloj. Tu morën telefon. Kishte marr patate. Kishte marr më patate. Po marru. Se les, po e marr telefon. Po çaj janë Terezit kokës. Si janë Terezit? Po do rritet siguria më, ose ke iden më, do vidhen më makina. Nuk ka mundësi. Po kështu ka nëpër bot tash, ka gjithë. Nuk ka mundësi. Se s'ka mundësi. Po është për të mirën tate, po ti s'merr vesh. Po e di çfarë është për të mirën time? Si ç'është? E di çfarë? Ç'është? Shëndetësi falas.
Urbanistik. O katunar. Urbanistik dhe infrastruktur. O katunar. Po që do shneti më, po ja të trafik tjetër rrugëve më. Do të thënë për ty është e rëndësishme është që ti të më kapësh duke më rënë fikët. Se Jo, sa ja ta parandalosh trafik faktin e të tjetër më rënit. rrugës në shef. Fikët them. Trafik. Pra për ty nuk është e rëndësishme që mua mos më bien fikët. Për ty e rëndësishme është që ta regjistrosh momentin që mbien. Absolutisht. Okej. Të marrin vesh kaqe pse vdiqe, Pra në vdiqe. të gjitha problemet kjo është. Okej. Kamera për të therrë. Ora të regjistrohet çdo gjë. Bile tani, më fal, Ora- para se t'ikim nuk do ketë më kameraman dasmash, po bizneset përballë do t'i i kthejnë regjistrojnë, kamerat drejt nga salla, edhe do e E, vlla, regjistrojnë ato. Mi kthe që kamerat e lokalit nga hyrja e shtëpisë më burr se do vinë të marrin nusin, ama të keqen vllai, mos ama kameramanin që më mëngjes. Shifationi është boltu, shfryja një mrapa, puf, quf. Do bi puna. Do bi puna. Po këto regjistrimet e kamerave me kupon dhe kjo. Për fjalë. Faleminderit, është shtet që fjalë. interesohesh për gjithçka. Rest your head, close your eyes, you are right. Hedge bon pa limiti, absolutisht gjithkohës rudizmon celular dhe unë, normale, me super smartphone-ën tonë dhe super Vodafone që nga shoqëron gjithkohës. Po shet celularin më? Po, Për reklamet celular. ka marru me labiles. Vodafone që na shoqëron gjithkohës super oferta shërbime Isa lajme kanë reklama e gjerë re këtu, tani. 3, fare. këtu, medi. Për t'ju rikujtuar temën, a ju pëlqen a tërhiqen meshkujt nga femrat me humor? Granta Buçka thot hej Mateo dhe Ruci, ju kam mendoj se tërhiqen sepse janë dhe tipe më të hedhura, i pëlqen. I jap të mbar respekte gjithmonë për ju puç thot. Desada Desa, po sepse një femër që di të bëj humor është shtim jetë thot puç. Desada Meta, Desada Desa thot Rudi, do më thënë ka tash më shkujt, Mateo jeni shumë të mirë, Esterelia Mia, se di, Mateo da best, faleminderit. Te u tatuet, thot shkemi çuna normal që po se nëse rrihen ngrysur nuk le përshtypje të mirë, kalofshi mirë, jeni më të mirë. Klaudia Kasapi thot përshëndetje Mateo dhe Rudi, nuk mendoj se meshkujt të rriqen nga femrat që din të bëjnë humor, më tepër të rriqen nga femrat, të rriqen femrat nga meshkujt që din të bëjnë humor. Vigi Victoria thot përshëndetje Rudi dhe Mateo, meshkujt i adhurojnë femrat që din të bëjnë humor. Meshkujt nuk e duan femrën që të rrihen ngrysur, apo që nuk di të bëjë humor. Mateo si shpirt, faleminderit, nuk i them këto, janë nëpër komente, mund t'i lexoni. Amla thot përshëndetje Rudi dhe Mateo, mendoj që meshkujt të rriqen nga femrat me humor, jeni shumë të mirë. Hysa Armelina thot përshëndetje Rudi dhe Mateo, si jeni, si kaluat këtë fundjavë për sa i përket temës së ditës, jam në mendimin që të rriqen deri diku, sepse femrat me humor janë femrat të çiltra. Flas këtu duke marrë parasysh dhe tipin tim, por ama mendimi im është që femra duhet të përshtat, duhet të di ku dhe kur duhet të rri serioze dhe të jetë më e lirshme të flasi pa e vrarë mendjen, sepse jo të gjithë na njohin dhe na kuptojnë. Ju kam shumë gjanë dhe jeni shumë të mirë, thot. Më në fund arrita t'i ruaj postimet e met që të arrija të komentoja sepse nuk e dija në çfarë ore lançoni temën. Kalofshi sa më bukur djema Ermelina. Kleva Ario thot, haj Mateo dhe Rut, sa për temën nuk mendoj se meshkujt të rriqen nga femrat që din të bëjnë humor, më tepër të rriqen nga femrat inteligjente. Po pse një femër inteligjente nuk mund të bëjë humor? Sa inteligjente në këtë moment Mateo. Faleminderit. My King, përshëndetje Ruti dhe Mateo, nëse femra din të bëjë humor në momentin dhe në çastin e dur, atëherë mashkulli nuk do largoj kurrë prej saj. Por femrat nuk din të bëjnë humor, thot. Humori që bëjnë femrat në përgjithësi ka ironi dhe sarkazëm. Ju përshëndet Ariola. Bukur është që nuk ka komentuar asnjë mashkull. Laura Cani thot, o Mateo, bukurosh shaka po bëj dhe ti Rudi i mirë, jes s'ke të shara, thot. Na ka bërë qefin. Rrofsh. Tani Nita, varet nga tipi meshkujve, thot, dhe më rëndësishme është që femrat të bëjnë humor pa kaluar në karagjozllëk, se bezdis, normal, E kuptoj. Sido Alerodis, shkemi Mateo dhe Rudi thot sa për temën do thoya që meshkujt i pëlqejnë shumë femrat që bëjnë humor, i bëjnë të ndihen rehate, s'kam se shtiren dhe durojnë ta ngërllikun e tyre femrave prej kallçuku dhe silikoni. Ka pafund. Falenderoj të gjithë ata që ka komentuar. Falenderojmë të gjithë. Merci beaucoup. Shumë faleminderit. Ja. Do doni më shumë meshkuj pjesëmarrës. Ja. Fakt pyesim edhe meshkujt, a ju pëlqejnë femrat që kanë humor, a të rriqeni nga ato? Dhe për këtë gjë janë përgjigj vetëm femrat. Po femrat kështu janë përgjigjësi domethënë. Vet pyeten, vet përgjigjen, vet komentojnë, vet i bëjnë gjitha. Vet të tjera, butrin ti, ja. Nuk muj me zonë prej vetë. You need friction, but they try too hard. Lista! Është shumë. Çoçolim duket apo jo? E gjeta. Lista Çoçoli. Ja këtu me ne, si shpremtuam që në fillim, që do jemi me një nga ekselentët e Tiranës, apo jo? Nuk ka jashtë Tiranë ekselent, vetëm për Tiranën mendoj Eri. Ja. 3 nga ekselent. Se jemi dhe ne 2. Absolut. Ekselent kemi qenë njëri i kokën kur isha i ri. Kush? Mësoja shumë. Jo kam pas mësuar shumë, edhe ti mësoj besoj. Po.
Okej, të Mësote ky, po Panorama Sport. Klesa për gjithë ju, që nuk e njihni, dhe normale mos e njihni sepse Klesa nuk është personazh publik, por Klesa është një studente ekselente, një nxënëse ekselente dhe një nga nxënëset e përzgjedhur nga zoti Erion Rockefeller Veliaj Dominguez dhe nga Ministria e Arsimit, Kulturës, Sporteve dhe Arteve Marciale për të qenë në këto, si quhen? City Light. City Light. Nuk ka fjalë shqip rrut për këtë, po City Light do i quajmë. City Light. Si erdhi përzgjedhja, domethënë thanë që je zgjedhur apo e dije? Atëherë thjesht erdhi me short. Po jo se ka shumë ekselent për shembull. Vërtet, nuk është se kanë dalë të gjithë në për ato postera, po mua për shembull më tha sekretarja e shkollës, edhe vajtëm 2 herë, bëm fotot. Të fatë sekretarja e shkollës? Po. Po cilat ishin kriteret apo nuk e di? Se di. Se kejte? Jo. Thjesht të tha që Klesa sa ke mesataren ti? Të këtij viti e kam 10.3. Sa? Shumë dobët. 10.3. 10.3. Kam dëgjuar 9.9, po 10.3. Nga që bëhet me kredite, me këtë sistemin e ri edhe mund të dali dhe mbi 10. Me sistemin e ri del dhe 13 mesatare. A kuptot? Ore, 10.3 nga 20 e mundshme. Jo, më duke se është diku tek 10.4 ose 10.5. 10.4. Nuk jam shumë e sigurt se Po pse na keni sjell këtë dobtën? 10.3 tash nga 10.4. Ç'është kjo? Ne u mendova ekselente 100%, 10.4, çfarë sillni 10.3 këtu? Ku keni marrë? Edhe unë të 10 kam kushta qenë ka 10, prish? 11, po e kemi pas sistemin me 20 atëherë. Në Greqi kuptoni çfarë të 11. Po kur vitën në Shqipëri ky thotë 10 gjithë ishin mirë. Është me 10 arulli thosh. Ta Bravo. dini që ishte 20. Nëse Ku është një lëndë që ti je dobët, dobët ti si je, po ti je nuk je aq mirë sa si tjerë. shumica e nxënësve të mirë. Automatik? Ku? Jo, fiskultura. Po Jem si fiskultur fiskultur dobët? ti? Po. Po pse? Po se jam pak si e ngathët. Po ajo zysha se gjunov tashit. Do të na e prish mesataren. Mirë, mos të fokusohemi tek këto. Na thuash pak. Pse mëson kaq shumë? Pëlqen apo detyroj? Jo, ta them unë, jam mësove, jam marrove shkollë, me nota shumë mira, ku do shkosh Po pastaj? lërë më të përgjigjet. Që ta bëjmë më të lehtë pyetjen. Po, në fakt, unë, më falni që jam kaq modeste, po kam 11 vjet që i kam të gjitha 10-ta dhe si të thuash ka ardhur gradualisht ajo që në fillim mësoja dhe tani edhe nëse dua unë që të lë një lëndë pa mësuar, të nesërmen kur vete në shkollë patjetër do e përsëris ose kështu se nuk do rria Do dot. standarde të lartë për veten. Po pak a shumë. Je Megjithëse kërkuese. po, ja, megjithëse mundohem që përveç mësimeve të merrem dhe me aktivitete, të jem pak a shumë e gjithanshme. Çfarë aktivitetesh merresh? Po, shumë herë gjatë këtyre viteve, 11 viteve, kam qenë senatore, edhe këtë vit Çfarë senator ke qenë? senatore klasës. Kandidova edhe për presidente, po. Stavana. S'ma van. Pse? E mori një çun. E mori një çun, të hapen kutit. Hapen kutit e Ashtu Rushdies. mendoj dhe unë. Hapen kutit. Po ti, shiko, përgjithsisht, nga eksperienca që kemi pat ne, Se ke qenë dhe ti senator bish? jo, kam qenë student, zënës, kam qenë gjimnaz. Ke qenë Vetëm nga votues. Eksperiencë. Po. Nga eksperienca, për shembull, unë kam qenë senator i shkollës. Por nga eksperienca që kam patur unë personalisht, kam vërejtur që përgjithsisht studentët shumë të mirë nuk gëzojnë dhe aq popularitet. Është e vërtetë kjo? Është e vërtetë. Sepse duhet të jenë prezent gjithkohës nëpër kafe, nëpër venda ku studiohet, para klabe, Po, e vërtetë. e kështu me radhë. A mendon se kjo pjesa e të studiuarit shumë të ka ndaluar apo bërë që mos jesh aq aktive në gjërat që do të pëlqenin mbase? Po, do me thënë, unë vërtet merrem me aktivitete, dalë goxha, po prap kjo pjesa e mësimeve disi më ka bërë pak të ngurtë në lidhje në marrëdhënie me njerëzit. Çfarë kuptimi? Po për shembull, veproj duke i menduar mirë gjërat, ndërkohë që nëse gjërat do i bëja më spontanisht, të vinin natyrshëm, ndoshta do miqësosha me akoma më shumë njerëz dhe nuk e di do Ka krijoja. ndonjëherë më të fundës për shembull thuash, mjaft me këto mësimet, do dal dhe do harbohen. Po, edhe ndodh. Po çfarë bën atë moment? Kap një libër? Ja shkollor princin e vogël. Jo, shkoj ha zakonisht. Shkon ha. Po. E ke kështu heqjen e stresit, e ke me të ngrënë. Po. Shko, për të rikthyer pak ajo që Po pra, momentin që e parë që more vesh faktikisht që do ishe pjesë e City Lighteve të tjerë, pranove direkt? Faktikisht nuk e dija se për çfarë po i bënim tamam këto foto. Po Se nuk ju thanë që do dini City Light? Jo, na thanë që do përdoren për reklama. Po e diti që paguhesh ku me reklamë? Ja, mos e thuaj se ti vetë si paguaj. Duhet paguhesh. Po mi tash, unë po them si është, si duhet.
Po? Mendonim thjesht që do dinim në reklama, ishin dhe prindrit. Unë personalisht isha me mamin dhe ju kërkua që të firmoste, pra që e lejonte fëmijën e saj të dilte në për këto reklama. Po, Ajo firmosi? Po, firmosi. Pastaj e morët vesh që të ishin Pastaj e City morë Light. vesh, Sa po. bukur Raju, pas kanë sqaruar që në fillim se për çfarë do ishte. Dishit, Po ti kemi foton që është në City Light? Po, e kemi foton, ja po. E ke pa foton, do ta kesh pa në rrugë. Ku je ti? Personalisht Çfarë jo. veni është? Se ke pa? Është te Pazari i Ri dhe është dhe diku tek 21-shi këtu. Është në dy Se që vende. ka dy vende. Po. Goxha privilegj, janë zona të mira. A u mërzite kishte kështu qef mbetje tipit Me pse jam zonën, blok për po. shembull. pse s'më vurim blok Po, apo? kisha shumë, ajo ishte gjëja e parë. O, Ti ma, duhet po t'ishe pse në nuk jem blok. në blok? As atje del gjithë shoqëria. Po. Nuk Do e të zgjodh. shihni. Nuk e ke problem fare për shembull këtë pjesën që do jesh në rrugë. Në fillim, domethënë kur e mora vesh, ishte sa nga një angëzimi që normalisht do dal. Po, Ishe e gëzuar. Po, u gëzova. Ishte edhe një lloj Provokimi. stimulimi. Po. Po, gjithsesi, kam dal keq o bëbë. Kishe dal edhe një herë Këto foton duke me komplekse. regjia, ka Dhe dal një herë- keq, pritë? Pse ka dal? Pritë? Ku është? Ja prit çfarë në foton. Foto! Sa e vogël dukesh këtu, moj. E çfarë shkruan aty atë? Më të mirë të Më të Tiranës. mirët e Tiranës. Të kanë ardhur shumë follow friend requestra gjëra. Jo. Nuk janë Po ti e ke dhe me emër mbi emër aty. E di, po nuk vin. Ka ardhur një për shembull ndonjë i rritur thotë un jam çimi 35 vjeç kërkoj studente të mirë. Se Jo. çfarë ka perversitet Mondi nga jashtë Spanja. Jam në pritje. Kërkoj një gocë mirë, të arris vesë. Kështu janë shqiptarët, është e papars. Okej, Ese. ne kemi zakon që dëgjojmë një këngë dhe vim prapë për të Okej. vazhduar intervistë. Vendi të vërtetave janë 3 atmet. Bëhet fjalë. Pak nga fund do të kesh një quiz ku do të nxjerrim që si edhe aq ekselente. Po. Nëse se edhe ne vetë nuk është se i dinim përgjigjet, e kemi parë në internet. Morëm në Po, Google, por ti normalisht duhet i dish. Çon si ka. Ti je në vit 3 apo jo? Po. Për çfarë do të vazhdosh? Faktikisht se kam vendosur. Çu se ke vendosur? Erdhi provimet. E di, po. Kam Zgjedhje bashkë mbrojë kam. pallat. Zgjedhje kam matematikën, Si biologjin, matematikën? matematikë të avancuar. Si të avancuar, çfarë? Është shkencorud, Matematika. bën lëndë të shkencore. Është se ti aktrim bëje. Kush? Dyshë në matematikë se ka pas plaku shoqë ngushtë fëmirie, çfarë bën kot? Dika më. Si është kjo matematika avancuar për ignorantët si Po punë? ja, për shembull, në vit të parë na u dha të zgjidhnim mes letërsisë së avancuar dhe matematikës të avancuar. Unë zgjodha matematikë të Orud, avancuar. janë 3 matematika, klasik, avangard dhe elegancë. Bën matematik avangard. Avangard. A kuptoj. Unë të 1.1 benzinë kam qenë. Keqe, ti zgjodhe matematikë të avancuar. Po. Tani, mendon se pas kësaj që ka bërë Erion Rockefeller Velia e Ministria e Brendshme të Arteve Marciale e kështu me radhë. Jo, është Bashkia. bashkësia e ka bërë këtë. Bashkësia ka bërë këtë. Bashkësia. Ti je më e simuluar për studiuar? Po, mendoj që jam Të se vërtetë. Po le tani nuk na shef Erion. tani Është do i isha pak më shumë e stimuluar nëse do merrja bursën. E faktikisht Mos! Ja se doli dhe pyetja pas tjetër kemi faktikisht problem. një pyetje. Unë e di që merrnin lek, domethënë bursë, Po. nxënësit që janë ekselent. Tash i merr apo s'merr? Në fakt kam një që nga klasa 8 nuk është marrë më. Pse? Si që nga klasa e 8 deri në klasën e 8 i ke marrë. Po, Sa e pas më? nuk e di tamam shumën. Jo, ka Po qenë paga diku shumë. ke 50.000 lek duke. Ishte 30.000 lekë në muaj. 30.000 lek në muaj. Në muaj, Po. 30.000. Të vjetra, se po. Të vjetë. Po, po, Aq të vjetë. 30.000 lekë në muaj, men. Po, Po. Deri në klasë 8. po, Po Pastaj ti vazhdove të jesh ekselente dhe nuk merrje më. po. Dhe bashkësia E Bashkësia. hoqi lulin apo jo? 12 shenjtorët vendosën që t'ja u shpërblenin diçka të tillë me anë të postimeve të City Light-it. Po, Pra ti shkon të marrësh autobusin dhe tak kthehesh në vjetë dhe shef Klesta Çoçolli. Fap, gëzohesh, buzëqesh dhe ikën në shkollë. Çfarë ka lek nuk merr, po. Ka ç'të duan. Pra nuk merr asnjë Ka kokën shumë. lek, po kjo është diçka që ndodh vetëm ty që nuk merr kokën leku apo i ndodh të gjithë. Jo, të gjithëve. Nuk merr askush më Nuk marrë. kokën leku. Jo. Po As jo, bursa. po Rud, janë bërë shumë zonës mirë më dako. Janë gjithë zonës mirë. Nuk ka një zonës të keq. Është vërtet. Do fillot të jepet bursa për atë që s'mëso. Po ti pse nuk merr 10.4 dhe merr 10.3? Çfarë të ndalon ti është 10.4? Se kur shkon deri te 10.3 normalisht do dhe 10.4. Po se duhet ti kesh të gjitha dhjeta edhe Ti kishe pas nën? po, Mos. Ta ju fiskultur. turpërova fare. Edhe unë kam pas një në jetën time, po të gjitha tjera ti shkon. Po është nëntës. Mendon se ka rrit konkurrencën kjo gjë? Po,
Disi, mendoj se po, se për shembull edhe sot në klasë hapëm si Po mirë, a keni dëgjuar për shembull thot ndaj shok, po pse s'kam dalë unë, po sigurt isha unë, kam thonë? Pse mos ishim dhe ne dhe fillojnë këto pak kënaqësit, se çfarë kanë ata të 10-tave më shumë se ne, ndihem pak a shumë të diferencuar. 10-ta. Po. Ata 10-tave kanë 10-ta, Ata kaq. të 10-tave. Ishte një vlerësim për notat e mira, nuk ishte një vlerësim që bëj për profilin e bukur, kanë përshtypjen. Po. Megjithatë, midis atyre të 10-tave, ka pas konkurrencë tipit ata 10-tave të bllokut, ata 10-tave të 21-shit, Jo. ata 10-tave të babrujit, nuk ishte probleme. Jo, në fakt jo. Ti je ndjerë më mirë, je ndjerë më vlerësuar kundrejt shokëve tu? Po, me shokët pak a shumë më njohin dhe i din rezultatet e mia, po më shumë ka qenë jo prindrit që merrin mesazhe, ua. Nga kush? Pash Vana, gocën? Po, pam gocën te Pazari i Ri. Aha. Bëj dhe pak reklam ku kam posterin. Okej, atë. E kështu, dhe normalisht edhe prindrit gëzoheshin më shumë. E pash gocë ke Pazari. Ku e gota Çfarë shpinë? thonë njëra, goca ime del në City Live. Fjalë. E gocës fëmiu jot jo në Facebooka. Nëse, çfarë do të bëje ti tani që për jetën përgjithësi po themi? Ti para në herë nuk na the çfarë do të vazhdosh të bësh në jetë, se the ja matematika e avancuar. Ta gjej unë shkurt fare mjekësi kam e vazhdurur. Çfarë Gjithë thonë zonës të mirë, prindrit e mjekësi tu? Prindrit ma kanë lënë në dorë mua, po vërtet është Gjetesh midis Mjekësisë dhe mjekësisë. stomatologjisë dhe mjekësisë, ë? Po. në fakt është presioni i ambientit që thon mjekësi. Unë personalisht nuk e kam qejf mjekësi. Okej, Mos mjekësia. iku mjekësia, Çfarë pëlqen ty? Politika? Jo, s'ke që do. Nuk besoj se do shkëlqeja në politikë. Kimi, matematik, profesionet kësaj natyre, inxhinieri? Po, besoj se te këto. Te këto jetë eksaktet. Po, te eksakt. Okej, ne tani do të gjejmë. Jo, nuk dëgjojmë një këngë, s'ka asnjë pyetje për të bërë. Jo, kemi një quiz. Po kuicin po, s'ka asnjë pyetje tjetër? Pse, ke ti? Po patjetër që ka. Po, vazhdo, më fal. Po, Sa mendoj. ti janë shtuar follow dhe friend E request? bëre një herë këtë pyetje. Po. Po nuk u përgjigj. Okej. Jo shumë. S'u bëjnë atë çfarë bëni. Bëni si 19 vjeç. E bëre. Po faktikisht jo shumë. Nuk të kanë ardhur kështu? Jo. Po s'vall ke dal keq të foto. Ndoshta. U mërzite për diçka ti? Po, mërzita. U mërzite. Po. A janë studentë të ekselencës njerëz që konsumojnë shumë orë në rrjetet sociale, po njëlloj si gjithë tjerët? Unë personalisht po. Konsumojnë shumë. Konsumoj goxha orë. Po çfarë bën një student të ekselencë ndryshe nga studentët e tjerë? Është më sistematik? Unë mendoj se arrin të menaxhoj kohën, gjithçka lidhet te koha. Qose ti di ta menaxhosh edhe të del koha për gjithçka, edhe për të dalë me miqt. Ti del? Po, dal. Del në çfarë ore? Deri në 11. Të vërtetë, deri në 11 e ke. A di ndonjë rast diskriminimi nga këto shokët që kanë dalë në City Light asnjë? Janë bërë pafund statuse nga njerëz të mediave që nuk është e drejtë përdoren në fytyrat e nxënësve. Po, për shembull, në rastin tim unë jam 18 vjeç dhe okay, jam dakord, po Po ti ishe 17 vjeç e 355 ditë, domethënë jo. Jo, dhe për ato kanë vendosur prindrit që kanë firmosur, po deri diku mendoj se është e drejtë, sepse është një lloj stimuli që edhe nxënësit e 10-tave ndoshta nga që nuk merren shumë me aktivitete, kanë një patën këtë si rast për t'u promovuar, si themi. Jo, okay. Pra të kënaqin egon e tyre. Po. Nesi, tani për të parë dashur miq, se sa e aftë është Klesta. Sa informacion kanë për të. Një quiz pas pak. Klesta Çoçolli, një student e ekselencës, një nga ata 100 studentë cilët dolën në City Life-et e Tiranës, një gocë shumë simpatike në fakt dhe shumë easy. Fakt ndryshe përgjithsisht nga studentët që ose nxënësit që maj mend, si kanë pas një lloj arrogancë Klesta. Ndodh, ka dhe tani. Po, ka dhe tani raste të tilla. Shumë studentë e ekselencës kanë pat një lloj arrogancë dhe një lloj. Po. Mos përfil. Ai ishte rezultat kompleksiteti me kompleksiteti. Po. Ishin të kompleksuar si njerëz dhe mundoheshin në faktin që ishin aq student mirë për shembull të mos afronin askënd. Po, mendoj që po. Mendon se është kompleks. Po ka qenë edhe koha ku merrshin lek tonë. Se dashi. Ishte legu letër. Ishte legu baba, ku marr lek ti smer. Që ka tani do fillojmë një super quiz i përgatitur nga doktorant Ruth Hizmo. Po bëjmë pyetjen e parë faktikisht muaji i shkurt i vitit me 365 ditë është me 28 ditë, 29 ditë, 27 ditë apo 30 ditë? 28.
Ole! Shkëlqyer, duan rokitje, duan salli, lutem. Lutem. Mi ke bo përgjigje sakta, unë se di, edhe Problem, mos u prononco. mos them asnjë gjë, e di. Fjala argendum në latinisht do të thotë argjent, bakër apo aragosta. Një sekond lutem, kemi reklamë këtu. Do doja të ishte aragosta, Aha. po mendoj se është argjent. Bravo! Produksioni shumë të lehta pyetjet produksioni. Ku ndodhet Big Ben? Në SBA, në Costa Rica, në Lushnje, Lushnje, është e sakta, apo në Angli? Se ke për ty? Në Lushnje. Angli, Lali. Vetëm emrin mos më kuptoj. Angli. Bravo! Ose, nuk janë dhe kaq të thjeshta të gjitha pyetjet, ë? Prit, se fillojnë tash që Personazhet e fabulave janë sendet, njerëzit, makinat apo kafshët. Fabulave. Kafshët? Ba. tekstin e himnit kombëtar shkruaj Aleksandr Stavre Drenova Ibrahimović në vitin 1900, 1895, 1912 apo në vitin 2015. 2015 po ta them po ndihmoj ka bërë remixin Anoxha. Po këtë di unë. Sabiani, Po vetëm këtë di unë. Këtë të 2015-ës. Do ndihmën e publikut? Apo e dua. Do ndihmën e publikut. Berti! Atëre publiku le të ndihmoj, bëhet votimi. Po, del, përgjigja e parë 1900, 13%, përgjigja e dytë 1895, 4%, përgjigja e tretë 1912, 98%, dhe përgjigja 4 B për C D si i bie 2015 29%. Atëherë kam besim te publiku, Po, megjithse po, përgjigja e tretë. C 1900. Bravo publiku. Bravo publiku. Në cilin vend prodhohet telefoni Nokia? Finland, Island, Holland apo Binland? apo Zall Bastar. Në Holland? Mendoni njerë? Në Finland? Udro? Finland? Po je afër? Shumë afër? Je gati e ke prek me dorë? Finland. Bravo, Bravo, bravo! bravo! Bravo, në Finland, Ma është prapashtesa e faqeve të internet të cili shtet? Maqedoni, Madagaskar, Marok, apo Mallakastër? Apo Mallakastër? A mund t'je edhe ma Minas? Mund t'jetë, po. Mund t'jetë dhe Macukull. Është një fshat afër. Macukull. Po. Do doja të ishte shumë Macukull. Po pse të duhet ishte Po Macukull? pse, po s'është faktikisht. Atëherë edhe njerë. Maqedoni, Makadaskar, Marok, Marok atëherë, Marok. student dhe ekselencës së lënë pa fjallë e njerë. Me instiktin. E, ke instinkt të diqme. Ha, mora. E tha shumë të e kishe ti, po Okej. Kur u mba kongresi i manastirit parë? Ata themun, se di. Letë ekselencë. 14 deri në 21 nëntor 1907. 15 deri në 31 tetor 1905. 22 deri në 34 shkurt 1985. Apo 14 deri në 22 nëntor 1908. O bobo, historia. Ishi kaq shumë O vështirë se bobo, nuk i marr mend. historia. 14 deri 21 nëntor 1907, është apo jo? Po, kjo është. Jo! Jo. 15 deri me 31 tetor 1905. Jo. 22 me 34 shkurt 1985. Kjo është. Si mund të jetë 34 shkurt se më nxive jetën? Wow. Nuk e dëgjoj. O, bobo, 22 bobo. deri me 34 shkurt 1985, jo, pas s'është Jo, 34 okay. shkurti, edhe nga gjithë to 3 jo, kush ngelet në fund? Dëja! E fundit. Bravo! Ne kemi bërë 2 orë në internet të gjeni përgjigjen e saktë. As historianët nuk kishin vendosur me njëri tjetër. As ato.
Ne morëm Lëkura e Pascal njeriut. Milos. Nënd. Lëkura e njeriut është shqis, organ, nerv apo e rjepur? Shqis. Është organ? Po. Organ. Nuk ka problem si ke shumë jetë. Dhe fundit 10, jo atë fundit, ka dhe disa tjera, 10. Kur u fundos anija Titanikut? Edhe njerë, kur u fundos anija Titanikut është shumë e rëndësishme. Në vitin 1914, në 1924, në 1996, apo në 1912. Kur pa të? Asu nuk e di. Po qënë si ka e di produksioni, Oj, mbaruar. se kam parë kur Titanikun. Kur? Them kur fundos në anija tjetër. S'ke parë filmin moj? Kam parë, po vitin se mbaj mend. I see you, I feel. Mos është që në 12-ën. E gjeti. Atëherë Jo, kjo ishte paja fën fare. Jo se kemi të tjera. Atëre, shkojmë dhe një pyetje shumë serioze të kapë me matematikën. Absolutisht. Agnieszka Shahini, në Turqi, kapi vendin e 7 me këngën me titull Pa ty, me ty, imazhi it ose yt, syri it ose siri yt. Imazhi. Okej, nëse e vërtet. Nëse e vërtet, po guarda. Është si e marrën në vërtet? Po, e mbaj mend. 2004-ën, Po, që ke qenë kam qenë e vogël. 7 vjeç. Po, po më ka Edhe- pëlqyer. Pyetja e fundit është WinZip në kompjuter është programi që përdoret për përpunim teksti, dizajn grafik, arkivim kompresim, konvergjencë tosi apo like dhe share. Ajo gjëja me arkivim. Arkivim kompresim. Po, Vërtet është e vërtet produksioni? është e vërtet, është e vërtet. Atëre, pyetja e fundit për të kuptuar se sa e ke njoh ose e njeh atë person i cili të ka vlerësuar në City Light. Erion, Rockefeller, De Bruyne, Samba, Rio de Janeiro, Chicarito, ose shkurt Pepe. Pep. Ka shitur cigare, Tom tom tom. shkrepse, Tom tom tom. shalqi, Tom tom tom. apo fiç. Tom tom tom. Kjo e fundit? Dhe pasi shiti fiç e përshëndeti Andrea Stefani, Tom tom tom. Blendi Resmja, Tom tom tom. Blend Fevziu, Tom tom tom. apo Tan Mezja. Tom tom tom. I dyti? Jo. Jo, s'ka problem, dhe ai shkon në punë me bicikletë, Autobus. e qeti pa e thënë. Të falenderoj E nga qeti pa e zakonisht. thënë fare. Ishe shumë e këndshme. Të Faleminderit. urojmë shumë suksese. Me tash është sa më shumë, se jeta e fundit është gjë për të shijuar. Por do të vi momenti që ti do të kapësh një pozicion e gjithë këto sakrifica dhe vuajtje, gjithë të djerës që ke Si kanë djerë. nxjerr kot Rioni ato atje, se do i kërkojnë derën nesër pas nesër. Pa hajde. Të gjithë këto realisht orë të hedhura në studim do të shpërblehen duke punuar edhe ti në call center. Amin, inshallah. Ëndra. Okej, të uroj shumë suksese dhe Faleminderit. bravo dhe urime për punën e bërë. Ne ikim gjemi Faleminderit. muzikë vim prapë. Më të mirë Trutizmo, e ke pa reklam në re, super reklam. Është edhe Marcela Jona atje. Ah! Besi! Si ishte Besi? Blendi. Si ka emrin? Më Bledi si ka? ktheu, Bledi! Ledi, ktheu. Bledi, ktheu. Marcela ka zë shumë të mirë për të folur. Super Kur reklam. flet e ka shumë të mirë, ka spektakolar. Po për këngë, pastaj ka Ti mos e bëj kështu tash, se ajo ishte vetë ka stile që të note keq. Eksakt, më e kanë bërë që Marcela këno, më ke saq. Bëjmë shaka. Bëjmë shaka. kesh koleg të tillë. Kesh të një Që do koleg. konkurrencë nda. Ë? Jo, super Do reklam të thënë faktikisht. këtu personazhet e Medi janë rritur ose rriten dita ditës vetëm me njëri tjetrin. Kur shkojnë me televizionet e tjera nuk ka asnjë problemi. Les të trajnohemi për çdo lloj gjë. Pa diskutim, ja, Mateo ta bën çefin. Marcela ka super zë. Ja, duhet ta thuash. Këndon shumë bukur. Flet shumë bukur në radio. Dhe ti nuk duhet i bësh anti-reklam, ore veç. Po nuk ishte anti-reklam. Jo, është anti-reklam, sapo e bërëm atë. Mirë, ashtu e lëm. Si ashtu e lën? Nuk, Ti je ne, shumë negativ, po dakor? let me edhe Ti nuk një do gjë asnjërin.
Po. Ti me ato nuk shkon mirë me askënd. Po. Ti kur mblidhen gjithë për të dalë për kafe ti nuk vjen. Po. Pse e bën diçka tillë? Po se s'du Pse trime e ty. kaq negativ? S'du trime kaq ty. keq? Se kaq negativ Se ti. Tashi. Përveç reklamës së Vodafonit, Vodafoni ka pafund oferta shërbim, aplikacione etj. Tani të lutem, bëu serios. Bulu. Sa duash, unë do ta them. Bëu serios, çfarë do thosh ti? Do ta them që Adel po thyen çdo lloj rekordi të mundshëm. Bravo i qoftë. Po. Po e kam thënë fillim diçka tillë. Super. Po do ta them sërish, sepse di çfarë ka ndodhur. Çka ka ndodhur? Nga në fillim që thamë ne që është 69 milion views, tani ka shkuar 70. Do të thotë. Hapi herë tash sa është? Po 70 pra, tani e Jo, pas. tash mund të jetë 71. A thua? Se ke fol një minutë. Një sekondë. Se që është Adela mandin Ke të i drejt, shtullës? 73. 73, hape që 73. kësa është mandin i shtullës? Të ka lali Mandin i shtullës? shtullës ka 34 vjetë që e ka e në YouTube. Më qëndzika. Tani, gjos, është një lajm për tu për serios. 4 punonjës të policisë kufitare të Rinas, si të akuzuar për shpërdorim detyre, do të qëndrojnë në burg pasi akuzohen për shpërdorim detyre. E kuptove? Të akuzuar për shpërdorim detyre, do rrinë në burg për shpërdorim detyre. Përgjithsisht kjo nuk ndodh. Absolutisht. Po. Kjo pasi kontrollorët kanë lejuar hyrjen dhe daljen e shtetasëve të huaj dhe shqiptar pa dokumentacionin e nevojshëm apo dhe persona në kërkim. Vendimi i gjykatës është ekzekutuar gjatë ditës së diel nga ana e forcave të shërbimit të çështjeve të brendshme dhe ankesa në Ministrinë e Brendshme SHQB. SHQB. Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimin për këta kontrollorë në Rinas. Në muajin prill të këtij viti janë bë kontrollorët në Rinas si menaxher ekipesh futbolli, ja kupto? Vjet deri ke dera ti, ke ardhur me avion. Ti je ka ti je lekët aty futesh, kalo hajt thot ai. Pëlqen. Hajt futu. Në bazë të një informacioni operativ të SHQB-s, pra, sipas këtij informacioni, disa kontrollorë dhe përgjegjësit e tyre kanë lejuar kalimin tranzit në Shqipëri nëpërmjet pikës së kalimit kufitar të Rinasit 5 shtetas turq me komsi kurde, të cilët më pas janë larguar në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian për azil. Pa, e të meshme është, ta mendosh ne janë jemi- turq, janë dhe me komsin kurde. Ne jemi si Genoa, i marrim këtu, ne? Pap i shesim ke klubet e mëdha. Po, më pëlqeu krahasim. Shtetasit turq ishin pajisur me ftesa formale në thojza nga ana e disa qytetarëve shqiptar për të vizituar Shqipërinë për turizëm. Kuptoti? Hajde, shohim ne gjë, urën e tabakëve, por në fakt to ftesa zyrtare ishin të falsifikuara nga ana e disa kontrollorëve të policisë kufitare të Rinasit. Në bazë të këtij informacioni, Prokuroria e Tiranës zhvilloi hetime disa mujore në bashkëpunim me SHQB-n, Rutizmo, nga cilat rezultuan një numër i konsiderueshëm rastesh ku me ndërhyrjen e dakordsinë e përgjegjësit Isa B, kontrollorët e Vion B, Migena Q dhe Frida M, SHQB kanë lejuar kalimin e kufirit shtetëror të shtetasve të ndryshëm shqiptar. A më ma thuash me pak fjalë? Me pak fjalë. Të 500 paragraf? Po. 500 fjalor që po? 4 kontrollorë dhe përgjegjësi i tyre lejuan që të kalojnë falsifikonin ftesa Rutizmo, ftesa formale, gjasma hajde se do shohim Shqipërinë për turizëm, i falsifikonin, i sillnin këto për lek, merrnin lekët dhe iknin për azil ato. Si për lek. I merrnin lek më. I jepin ftesën, po pra, që të vinin këtu, i merrnin lek. Normale dhe kështu kishin fut shumë shtetas të tjerë. Kanë disa vite që e bëjnë këtë muhabet. Çfarë problemi ka kjo? Si mirë bëjnë. Çfarë problemi? Jemi shtet serioz më zotëri. Kush shtet serioz? Si vjen ti tash i keq. Pse më vetëm drejtorët e mëdhenj do ta bëjnë këtë gjë? Ç'është kjo muhabet me ty? Po në bashkëpunim pra me drejtorin, se e dinin gjithë. Po drejtori po e po, drejtori s'do hajë gjë. 4 kontrollorë do ngelen brenda. Pikërisht pra drejtori s'është se Pra han gjë. pikërisht pse ka drejtë vetëm drejtori, ministri, deputeti ta bëjë këtë gjë? Pse ka sjell ndaj deputet njerëz tu? Jo, deputeti nuk është se thon të sjell njerëz. Po, Ka sjell mall, sende, shpërima, kafsh, malli nuk është emocione, ndjenja, hije. Nuk është gjë malli. Malli është mirë. Malli përdoret për tregti. Çfarë do bësh atë? Politikani i madh ka qenë Fatos Nano, Fatos Nano. Bënte vetë, lejonte edhe gjithë tjerët. Kishte qenë ishe ministria me 30 shoferma, Absolutisht. Po s'dishim smerte njëri makinën, ma ishim leku modh atëherë. Po prishej kondicioneri, merje lek, prishej goma, merje lek, vaj filtra 400.000 lek, shoferi shkonte me premio, shkonte rrok futbollisti. Qa boti e si kanë qenë ato një rrugë Tiranë-Durrës merrte 30 tullona. Absolutisht. 800 litra naftë, Arxhon 200 dizesh. 800 litra naftë. Maminas Durrës. Arxhon i ka qenë kot arta. Tani na shtrënguat na morën shtëpi. Është shtrëngu, është bo. Po jo kupon, po jo kontroll, po kush është ky, po pse erdhi ky, po falsifiko. Po punë e madhe se falsifiko. Edhe çfarë? Se erdhën 4 kurt. Ç'punë e madhe, ç'a do bëjnë ato këtu? Byreqe do hajnë zotëri. Byreqe dhall. Dhe po ta mendosh, erdhën kurdët. Erdhën. Qëndruan në hotel Adhase në rrugë Zot Qendroni. Paguan te hoteli. Ku kanë nitmë? Hëngrën. Ç'a hoteli? Paguan për të ngrënë. Pin, paguan për të pirë. Edhe një xhiro do ta bënin ata. Ja, e bën xhiron. Po. Po s'mendojnë kështu, se janë
Vetëm shofi nuk janë larg pamës, Janë, nëse më acaruan prapë si e Plot ka këtë 6.000 lekë ishte na xhu 5 kurë Jonida për 2 Maliq javë. janë bërë si ti. Leja do të 6.000 lekë treja. This way, ain't nobody. Të poftë mirë. Çfarë po bëje? Është Po ikje, iku marroj. po freskoj. Iku. Mos e bëjmë. Mos na prishë koltu. Tani do ikim. Do ikim, po para se të ikim, Para se falenderoj tikim miqtan. absolutisht miqtan Vodafonit që qëndrojnë gjithkohës me ne, do jenë prap nesër gjithkohës me gjithë shqiptarët, me gjithë Europën, me gjithë botën. Ja shure, ishim këtu me rrjetet tona sociale, ishim këtu me të ftuarën tonë 1 nga 100 Klesa Çoçolli. Klesa Çoçolli. Klesa po Klestja. Ishim me rrjetet tona sociale, jemi me Lul Bashën i cili lajmëron çdo ditë është thellalli i trejave, kur do jemi etj me zërin pak të ngjirur, sepse Do na keni nesër, javën e ardhshme, muajin e ardhshëm. Më shpejt se më i shpejti me 4G+. Vodafone, power to you.